Bordi drejtorëve ekzekutiv të Bankës Botërore miratoi një financim shtesë për $80 milion për të mbështetur agjendën ambicioze të Shqipërisë për modernizimin dhe transformimin digjital të sektorit publik, duke përmirësuar aksesin në shërbimet kryesore për qytetarët, veçanërisht për grupet e cënueshme. Banka Botërore vlerëson se Shqipëria ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm në modernizimin e sektorit publik dhe transformimin digjital, çka ka përmirësuar shërbimet publike dhe ka kontribuar në zhvillimin ekonomik. Megjithatë, ka ende vend për përmirësime të mëtejshme duke përfituar nga këto risi. Sipas institucionit financiar global, transformimi digjital mund të ndihmojë Shqipërinë drejt reformave më të avancuara në sektorin publik, të përmirësojë ofrimin e shërbimeve publike, të forcojë kapitalin njerëzor dhe të nxjisë një rritje më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Financimi shtesë vjen si rezultat i progresit të projektit kryesor për mirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike me standarde të larta përmes GovTech për $65 milion, i cili synon të rrisë aksesin dhe cilësinë e shërbimeve publike. Aktualisht projekti po zbaton disa aktivitete duke përfshirë ridizenjimin dhe përmirësimin e platformës e-Albania, platformë digjitale që ofron shërbime për qytetarët dhe bizneset, krijimin e qendrave të inovacionit për të rinj për përvetësimin e aftësive digjitale si dhe ngritjen e 200 Smart Labs në shkollat fillore, që do të shërbejnë për të rritur njohuritë mbi numërimin, leximin dhe aftësitë digjitale. Financimi i shtesë sapo miratuar do të zgjerojë aktivitetin e programit në 3 fusha të rëndësishme. Së pari, rimodelimi dhe digitalizimi i shërbimeve të qeverisjes vendore. Kjo do të sigurojë efikasitet në aksesin ndaj një game të gjerë shërbimesh administrative bashkiake, duke sjellë përfitime për qytetarët dhe bizneset. Së dyti, zhvillimi i një platforme të re digjitale për prokurimin publik, duke integruar inovacionin e bazuar në inteligjencën artificiale. Kjo platformë do të rrisë transparencën, efikasitetin dhe llogaridhënien në proceset e prokurimit publik, duke sjellë kursim dhe efikasitet në kontraktimet që bëjnë institucionet qeveritare. Së treti, zbatimi i një sistemi të ri për menaxhimin e financave publike. Përmes hartimit dhe zbatimit të një sistemi të ri digjital për menaxhimin e financave publike, programi do të ndihmojë qeverinë qendrore dhe vendore të menaxhojnë më shpejt dhe më saktë buxhetin për investime publike për popullsinë lokale. Sipas Bankës Botërore, financimi shtesë pritet të sjellë ndikim të qenësishëm në jetën e qytetarëve. Parashikohet një rritje prej të paktën 25% të përpunimit të aplikimeve online për shërbimet publike, që do të sjellë përmirësimin e aksesit në shërbime, përfshirë grupet e cënueshme si personat me aftësi ndryshe. Ky projekt është në përputhje me angazhimin e Bankës Botërore për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve publike nga një administratë më moderne dhe orientuar nga qytetarët, për të forcuar kapitalin njerëzor dhe për të nxitur një rritje më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në Shqipëri.